Numri i shtetasve të huaj të cilët janë përfshirë në vepra të ndryshme penale në vendin ton, ku mbizotërojnë prostitucioni apo shitja e lëndë narkotike, është rritur ndjeshëm. Nga statistikat e siguruara nga MCN për vitin 2024, janë proceduar gjithsej 75 shtetas të huaj për 14 prej tyre, veprimet procedurale janë ndjekur në gjendje të lirë, pasi vepra për të cilën ata akuzohen kategorizohet si e lehtë. Juristët, të cilët merren kryesisht me çështje sociale, i shohin si diskriminuese hetimet për një pjesë të ngjarjeve ku përfshihen të huaj. Qëndron për fat keq edhe ky si argument i diskriminimit, po ndoshta edhe fakti që është e vështirë për të gjetur autori për sa kohë nuk është më në territorin shqiptar. Mund të ndikojë diskriminimi, mund të ndikojë ngarkesa e punës, po mund të ndikojë edhe fakti që nuk kanë marrëdhënie të qëndrueshme në kohë me institucion ligjzbatuese të vendeve të tjera për të arritur zbardhjen e këtyre rasteve. Ka patur raste disa punojëse që kanë ardhur për të punuar në punë sezonale në Durrës, që kanë qenë nga një shtet afrikan dhe kanë patur problemin që kanë firmosur kontrata pune 6 mujore dhe brenda 3 muajve i është thënë që duhet largoheni. Ka qenë një kompleks pushimesh në Durrës që i ka detyruar këta personat që të largohen dhe këtu ka patur shkeljet kushteve të punës, kontratës punës. Për juristët, siguria e shtetit shqiptar perceptohet si minimale, da janë shtuar krimet e të huajve, ndërsa hetimet për zbardhjen e ngjarjeve të tilla janë të ngadalta. Shteti shqiptar shihet fatkeqësisht nga shtetet si të huaj si një shtet që nuk e ka të fortë sigurinë e shtetit. Të referohemi prap një vrasje fatkeqësisht të kenianes, e cila edhe sot nuk është zbardhur. Që do të thotë që jo se ndodh vetëm me shtetasit të huaj, po në shumicën e rasteve ku ka të përfshirë grupe kriminale në ngjarje me pasojë vdekje apo vrasje, shohim fatkeqësisht që hetimet apo veprimet e organit akuzës janë të ngadalta dhe shpeshherë jo të jenë të thella në kuptimin e mënyrës se si jetojnë. Punonjës apo personat të cilët vinë nga vendet e treta, nga vendet afrikane, atëherë padyshim që ka akoma më shumë diskriminim për sa i përket mënyrës se si trajtohet qoftë në problemet që ata kanë me punëdhënësit, qoftë në problemet që ata kanë me institucionet shtetërore në shtetin shqiptar. Gjatë vitit që lan pas janë shkaktuar 2 vrasje nga të huajt, ku një shtetas është arrestuar për vrasje nga pakujdesia, ndërsa në një rast tjetër, një shtetas është vetë vrarë pas kryerjes së një vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare.